Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju një moment që në fakt ditën e sotme ka qenë moment shumë interesant. Një protest u krijua përpara televizionit Klan, konkretisht para godinës së televizionit Klan. Ishte një protest shumë e vogël, një protest nga 5 persona që ishin me pankarta të bardha dhe fytyrat që i kishin zënë, do me thënë nuk ishin fytyrat e veta, që në fakt me të drejtë publiku edhe mund të hamencoj që mund të jenë çuna nga produksioni që nëpërmjet këtyre lëvizjeve dëshirojnë që të rrisin në klikime, shikueshmërinë apo ta faktorizojnë njërin nga banorët. Protesta ishte gjasme në mbështetje të Limit, në suportin e Limit, në dëshirën e madhe që Limi të hynte përsëri brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Tani, a ka dalur Limi me vetë dëshirën e tij dhe produksioni është duke bërë manovra të këtilla që Limit i duket e besueshme dhe të kërkojnë që të rikthehet brenda shtëpisë së Big Brotherit se pa prezencën e Limit ka rënë loja, ka mbaruar drama Albës, ka mbaruar drama e Dolces, ka rënë qetësia, banorët nuk kanë më se çfarë japin, çiftet që u krijuan, dinamika që u krijuan dhe tashmë nuk ka asnjë lloj dinamike brenda shtëpisë dhe mund të jetë krijuar nga vetë produksioni që vetëm e vetëm do me thënë ta marrin Limin. Aty ofendohesh te Alba që thueshte që Alba duhet të del jashtë, është mashtruese, nuk është për Big Brother, do me thënë nuk ishte e përmendur fare Dolce. Apo janë 3-4 persona që kanë dashur të mos tregojnë fytyrat e tyre dhe të protestojnë gjasme për Limin. Mua nuk mu duk protesta jo, me thënë të drejtën, mua mu duk diçka e improvizuar nga vetë produksioni i televizionit Klan, sepse ato të cilët protestojnë edhe tregojnë fytyrat e tyre dhe tregojnë të vërtetën e tyre, nuk është se dalin të protestojnë për një diçka që ato do të burgoseshin edhe do ta kishin shumë të vështirë të tregonin fytyrat. Protestojnë për Big Brother. Big Brother nuk është fundi botës dhe mua në fakt mu duk një lloj më së shumti strategji se sa e vërtet. Do me thënë unë e pash që vetë produksioni kishte organizuar një gjë të tillë, vetëm e vetëm do me thënë për ta faktorizuar gjën e vet, sepse klikimet tash më kanë rënë. Për shembull natën e mbrëmshme Alba qëndroi deri në orën 5 duke ndërtuar skena, duke u shminkuar edhe në fytyrë, duke u ngjyrosur edhe në fytyrë, por siç duket Limi dhe Edi bëjnë krejtësisht Big Brotherin jashtë, sepse tashmë publiku kanë vëmendjen e madhe të dinë se çfarë do të thot Limi, çfarë do të thot Edi, si janë qëndrimet e tyre, çfarë ato të dy kanë folur, siç e thash unë që parë. Do me thënë, është shumë pak vëmendja tek vetë protagonistët e këtij Big Brotheri, që realisht nuk është se çfarë kanë të japin brenda asaj shtëpie. Më duket do me thënë diçka e improvizuar, nuk më duket reale ajo se çfarë ka ndodhur.